Në qytetin e Përmetit u mbajt për herë të parë festivali Vjosa Art, një aktivitet kulturor traditor që solli tinguj dhe zëra nga e gjithë bota, duke kthyer qytetin në një skenë të hapur arti dhe emocionesh. Për 3 net me radhë, artistë të njohur dhe të rinj performuan për publikun përmetar, mes tyre pianisti Koço Tashko, Nipi Tefta Tashko Koços, pianisti Adelaide Zhuri, si dhe këngëtarja përmetare me famë ndërkombëtare Suela Mero, e cila jeton dhe krijon në Kanada. Emocione të veçanta solli dhe këngëtari Klajdi Musabelliu, ndërsa mbrëmjet kulmuan me afterpartyt në ritmet e DJ. Ka rënë një uri veçantë, unë kam gjithmonë nostalgji për Përmetin, jam gjithmonë në kontakt me Bledi dhe me shumë përmetarë të tjerë, gjithmonë flasim me të shtëpisë, kam një kurçe e vogël dhe dua të jem më e pranishme në aktivitetet muzikore, artistike dhe ju jap fjalën që do jem këtu dhe në gusht të festivalit Nënës. Është kënaqësi. Edhe shëra ime e parë në fakt në Përmet, edhe jam shumë i kënaqur me qytetin e Përmetit. Shikoj shumë zhvillim, edhe pse shëra e parë kuptoj. Se unë kam disa vite që jam larguar nga Shqipëria, edhe është ushqimi shumë i mirë, është atmosfera shumë e veçantë, edhe njerëzit janë vërtet shumë të sjellshëm dhe shumë të këndshëm. Artistët pjesëmarrës u shprehën të prekur nga mikpritja dhe atmosfera unike e festivalit, duke premtuar rikthimin në edicionet e ardhshme. Drejtoresha artistike e festivalit, Alma Strazimiri, tha për media se Vjosa Art është pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm nga banorët e Përmetit, të cilës sfiduan edhe motin për të qenë pjesë aktive çdo mbrëmje. Ajo është edicioni i tij i parë si vjet, por shpresojmë që këtë janë duar turkitjet për Koço Tashkon, është një pianist genial, një pianist genial që kemi mundur ta sjellim këtu dhe jo vetëm këtë, por dhe dy pianistë të tjerë të njëjtit nivel, Ivo Gjika dhe Adelaide Zhuri. I kemi marrë këto me shumë kënaqësi nga vendet ku ato studiojnë dhe nga vendet ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre artistik dhe krahas këtyre sigurisht kishim sazet të Përmetit, kishim Irma Libohovën, Randa Libohovën, do ta kemi nesër mbrëma Klajdi Musabelliu, ne shumë të këngëtarë të tjerë të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Qëllimi Festivali Vjosa Art organizohet për herë të parë këtë vit dhe synon të kthehet në një traditë që promovon artin, kulturën dhe bukuritë natyrore të këtij qyteti.